I'm done, Mom. You done? Yeah. Okay. Sausage? Angelo, do salsicce qui? Fatti Alessia, dove è brown? Pork. How do they like this? Oh. You're red. Let him down. Oh, not yet, I said. Look, those are nice, so we can have. It's good. It's yummy. Is it yummy? Yeah. Yummy with this and just that. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Për të gjithë ata që nuk më njohin, unë jam Bona dhe ky është kanali im i YouTube-it. Ju uroj mirë se erdhët dhe për të gjithë ju që më ndiqni gjithmonë, mirë se u rikthyet, shumë faleminderit. Do doja që ta nisja këtë vlog me një falënderim shumë të madh për ju, për të gjithë ju që keni bërë të mundur që unë të arrij tek 1000 subscribers. Nuk e di, por për shumë youtuberat të tjera mund të duken shumë pak 1000 subscribers, por për mua do të thotë shumë, sepse e di që ata 1000 që më ndjekin me të vërtetë i pëlqejnë videot e mia, edhe është si një ëndër e bërë realitet. Është diçka që unë me të vërtet e kam dashur. Nuk e di, besoj që e kam thënë se si ka nisur historia ime e hapjes të kanalit YouTube-it, por besoj edhe çdo vajzë tjetër që është youtuber, tani nuk mund ta quaj veten youtuber sepse youtuber është fjalë shumë e madhe, por që bëj një video vlogin për jetën time. Por që jam shumë e lumtur që ka njerëz përtej këtyre kamerave që inspirohen nga unë, që marrin nga motivimi im, që marrin energji pozitive nga video që unë përcjell nëpërmjet kësaj kamere, edhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Ndërsa të gjithëve, sepse fal jush është bërë e mundur që unë të kem kanalin tim të YouTube-it. Sot është ditë e martë, por unë jam pushim pasi kishin një kështu professional development day edhe unë ta bëja nga shtëpia. Kështu që po edhe fëmijët i kam në shtëpi, Angelo në mbajta këtu sepse ishte pa kuptim, domethënë që unë do në shtëpi dhe ta shtëpia Angelo në daycare. Le të rrim bashkë aty me Alesion, të luajnë, të kënaqen edhe ta kalojmë ditën së bashku. Hapa shumë shpejt kamerën në mëngjes, ju tregova pak atë rutinën tonë të mëngjesit, si e dini ju domethënë. Edhe hëngrëm mëngjesin, tani Alexis sapo iku në punë, edhe unë thash ishte momenti i dur për të hapur kamerën edhe për të folur pak me ju. Nuk kam mama. Edhe pastaj do bëj edhe një kafe pak më vonë, sepse nuk e kam pirë kafen akoma. Dhe kështu do ju marrë në ditën time, nuk e di se sa do mundem që të filmoj sot, sepse duke qenë se jam në shtëpi, do merrem me pastrime, me gjëra kështu, edhe po. Tani, unë erdha përsëri këtu sepse kur bëra një ask në Instagram, një nga vajzat më kërkovej që një nga idera, domethënë për vlog, është që të tregoja se çfarë kishte në çantën time. Edhe nuk më kishte shkuar mendja në fakt ndonjëherë, por thash pse jo, duke qenë se edhe juve e kërkuat, thash le ta bëjmë këtë, ta përfshijmë në një pjesë të videos, domethënë. Tani, kjo është çanta ime, është nga Aldo edhe zakonisht kur i në punë e mbaj sepse është me këta dy ripat kështu. Edhe është shumë e rahatshme, gjithashtu ka dhe këto opsionin që mund ta bësh kështu edhe ta mbash në një krah, domethënë, në këtë mënyrë. Edhe është shumë e lezetshme. Gjithsesi, le të kalojmë tek pjesa se çfarë mbaj unë në çantën time. Një janë mastika me mente, gjithmonë i mbaj me vete, ose këto, ose karamele, por që gjithmonë i kam me vete. Tjetër është kuleta, ku unë mbaj të gjitha ID-n e shkollës, jo ID-n e shkollës, licencën, kartat e kreditit, kartat e debitit, të gjitha domethënë çfarë kam i mbaj këtu. Edhe është shumë e volitshme që ta fut në këtë çantë sepse është goxha e vogël, por dhe i përfshin të gjitha. Tjetër janë
hapjet e mia që gjithmonë i mbaj me vete. Mbaj këtë sprayin e Moroccan Oil, që është spray edhe për flokët edhe për trupin, edhe ka një aromë fantastike. Unë i përdor të gjitha produktet për flokët edhe për trupin të Moroccan Oil, edhe ja rekomandoj edhe juve që nëse dëshironi që të keni një aromë që të zgjat sa më shumë në trupin tuaj, mundohuni që si produktet e flokëve ashtu edhe produktet e trupit i merrni të njëjtës firmë me të njëjtën aromë, në mënyrë që aroma të zgjati sa më shumë edhe të mbani një aromë të shkëlqyeshme. Nuk e di, po kjo është, provojeni. Mund t'i gjeni gjitha produktet e kësaj në Amazon edhe do më kujtoni. Me të vërtetë që janë fantastike. Mbaj një sanitizer për duart. Kjo është nga Bath & Body Works. Gjithmonë me vete sepse nuk i dihet, domethënë. Fundit është ky lip oil. Këtë e kam marrë në TJ Maxx. Më duket është me shije qershie. Kam këtë bustu kushin. He's still here. Është ky chapstick nga Blistex, është një nga më të mirët edhe është i vetmi që mua më bën punë. Dhe një tjetër lip balm. Shumë këto janë të gjitha gjërat që unë mbaj në çantën time dhe që besoj që janë të domosdoshme që çdo vajzë t'i mbaj në çantën e saj. Sidomos për shembull karta me gjitha kuleta me të gjitha kartat, një diçka që të mbash aromë të mirë. Unë zakonisht mbaj edhe një kolinos me një fuçe në çantën time, por që nuk e kisha këtu, e kam hequr. Janë gjëra që janë shumë të rëndësishme. Mirëmëngjes nga një ditë tjetër. U bën shumë ditë në fakt që nuk ju kam folur. Kam qenë të shtunën e kaluar që nuk kam folur, edhe sot është shtunë fundjavë. Tani u bëra mbarë që t'ju flas sepse e dini juve midis punës edhe fëmijëve është pak e vështirë që ta menaxhosh edhe këtë punën e YouTube-it. Megjithëse unë e bëj me shumë qejf në fakt, siç edhe ju e dini, por gjithsesi. Tani unë jam duke u përgati sepse do dalim bashkë me Aleksin edhe fëmijët. Aleksi ka marrë pushim sot sepse kemi një ditëlindje. Edhe nuk e di po i mbani mend në për ato telenovela meksikane kur shikonim domethënë edhe që bënin kur bënin ditëlindje domethënë 15 vjetor, 18 vjetor, por sidomos 15 vjetorin që i quanin quinceañera, edhe bënin goxha të madhe. Edhe për mua këtu është hera e parë që do të marr pjesë në një nga ato. Edhe nuk e di, domethënë thonë që i bëjnë goxha të mëdha, i bëjnë kështu si punë dasme, le të thuash. Edhe kam menduar që të vesh një fustan të kuq, të gjatë, është kështu prej sateni, më blevi motra atëherë kur shkova në Shqipëri. Edhe atë kam menduar në fakt, por nuk e di. Kam edhe disa opsione të tjera. Të shikoj, do të provoj cila më ri më mirë, edhe të shikojmë të bëjmë. Por tani jam duke u përgati sepse po sot në fakt ka ditëlindjen edhe Rudi, vjeri im, që i urojmë të bëhet edhe 100. Edhe do të shkojmë pak edhe poshtë që të urojmë ditëlindjen. Edhe pastaj do dalim bashkë me fëmijët, edhe me Aleksin. Kështu bëra diçka shumë thjeshtë, lyeva vetullat edhe pak buzët, sepse pastaj do të bëjmë make-up tamam kur dikim në ditëlindje. Tani flokën nuk e di në fakt çfarë do ju bëj, ti mbaj lëshuar apo do ju bëj ndonjë model, nuk e di, shikojmë se do shkojmë me fustanin. Por që do bëj edhe një reel shumë të bukur, kam menduar në fakt që të bëj një reel shumë të bukur për në Instagram, por nuk e di se sa do realizoj, kështu që nëse dëshironi mund të më ndiqni edhe në Instagramin tim, do të isha shumë mirënjohëse për këtë gjë. Edhe tani le të ikim poshtë dhe le të dalim bashkë.
Sa po erdhëm në shtëpi, mos e vini re rëmburin mbrapa sepse jam duke provuar fustane, por jam në dilemë midis këtij fustani që kam veshur, edhe pse juve nuk mund ta shikoni dot të gjithë. Është deri në fund të këmbëve, por kështu duket pjesa e sipërme. Është edhe një tjetër i Zarës, që është në copë sateni. Edhe nuk po di se cilën të vesh, jam shumë në dilemë këtë zgjedh. Ja ku bëm gati, kjo është edhe fustani. Edhe make-upi shumë i thjesht, por për më shumë do të hedh foto në Instagram edhe Reels, kështu që më bëni follow. I love it. Cheers. So, hey. My baby girl. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Francis. Happy birthday to you. Përshëndetje nga një tjetër ditë. Mos e vini re pa mjen time, sepse sa po jam ngritur nga gjumi, mirë po dje erdhëm shumë vonë nga festa, edhe është hera e parë në që kur ka lindur Alesio në 6 vjet që unë flet deri kaq vonë. Domethënë ora është 9:30 tani. Mirë po u ngrita sepse duhet të iki të bëj flokët. Edhe thash t'ju hapja edhe juve të hapja edhe kamerën edhe t'ju merja me vete. Kështu që le t'ikim. Koha këtu vazhdon të jetë pleviti, siç mund ta shikoni. Nuk e di. Shumë ftohtë, ka bërë një erë këto ditët e fundit, që nuk di domethënë del për jashtë edhe është gati të marr lart në ajër, aq ftohtë është. Gjithsesi, dje u kënaqëm shumë tek festa. Ishte një traditë që ne shqiptarët nuk e kemi, më shumë e bëjmë në për tasma, por që për ditëlindje se kemi. Edhe po thoya që atë traditë neve shqiptarët nuk e kemi për ditëlindje, ne atë gjë që bën ata dje e bëjmë në për tasma. Domethënë, vajza kishte veshur një fustan, tamam fustan nuseje, por vetëm që ishte në ngjyrë jeshile. Edhe çdo lloj gjëje, domethënë aty në tek darka ishte në ngjyrë jeshile, duke filluar nga muletat e tavolinës, nga fustani i vajzës, nga lulet, çdo lloj gjëje ishte në ngjyrë jeshile. Normalisht ishte kombinuar me disa ngjyra të bardha, por që shumica ngjyra dominuese ishte jeshilja. Edhe nuk e di nëse ishte ngjyra e saj e preferuar ose thjesht ishte ngjyra e ditëlindjes, që e muaj domethënë mars, nuk e di. Kështu. Po që ishte gjë shumë e bukur, domethënë në fillim u fut vajza siç futet nusja ajo në Shqipëri, domethënë gjithë po duart rokisnin, pastaj bëri një kërcim me tjemën, bëri kërcimin me tjatin, jati po bën një kështu një video domethënë që kur ajo kishte qenë baby e vogël edhe deri në momentin që u rit. Kishin vënë edhe një kështu foto booth që njerëzit mund të bënin foto, të kënaqeshin. Normalisht kishte edhe muzikë amerikane dhe muzika e tyre, domethënë nuk e di meksikane, nuk e di si ta quaj, sa dhe nuk e di nga janë me thënë të vërtetën, domethënë tamam ça vendi i u kënaqem shumë me thënë të drejtën, edhe fëmijët po ashtu, sepse kishte edhe fëmijë të tjerë aty, edhe ishte u emocionova në fakt, sidomos kur po kërcente me tjemën, por edhe me tjatin, sepse nuk e di, po nga që unë nuk bëra tasën vetë, edhe
mendoj që po të kisha bërë dasme të kërceja me babin ose me mamin ashtu siç kërceu edhe vajza, do ishte emocionuar shumë, por që në ato momente po mendoja për prindrit e mi edhe u emocionova, po më dilin lot nga syt, aq shumë domethënë ishte emocionuese. Por gjithsesi, kështu tani unë do futem brenda sepse më vajti ora, kam takimin orën 10 edhe do ju flas kur të dal. Ja ku mbaruam punë edhe me flokët, më në fund sepse kisha shumë flokë, shumë thinja, do thosha flokë të bardha. Shumë thinja, kështu që më në fund i lyem, shtriva edhe tani le të ikim në shtëpi tek pekushat. Në shtëpi edhe tani do iki pak në Trader Joe's që të marr ushqimet e javës. Do iknim bashkë të gjithë me fëmijët edhe me Aleksin. Mirë po, shko qa ftoht, ku ti ndjesh fëmijët në këtë ftoht, ti shpjesh në supermarket, do fillojnë të mërziten, sepse nuk është po bëjnë një aktivitet që ta kenë qef për veten e tyre, në thjesht në supermarket po shkojmë që të marrim ushqime, domethënë. Edhe unë erdhe në shtëpi që parë, bëra drekën, bëra ca pilaf me salmon edhe ca perime, ngrëm të gjithë, edhe u bëm gati që thonë ju që t'iknim në supermarket, po pastaj Aleksi po shikonte kohën për jashtë, nga 40 gradë me erën dihet 20 gradë, domethënë kaq e fort është. Kështu që marra guximin sikur çfarë po bëj. Por që do iki vetë tani, ti marr gjërat shpejt edhe pastaj të kthehem, edhe juve sigurisht që të më vetë. Mbaruam punë edhe me ushqimet. Po çfarë bëri shoqja juaj përpara se të niseshe? Jo përpara se të nisesha, ku nisa, siç edhe ajo thash, shkoj deri tek rotari. Kujtohem që nuk kisha kuletën me vete. Po mirë që kujtova dhe u ktheva mbrapa shruajta e mora, se po mos isha kujtuar do kisha erdhur deri këtu edhe do kisha lënë nam. Gjithsesi, jam nisur që në orën 3:30, ora vajti 5 tani. Edhe që thoni ju, sot na është ndruar edhe ora. Edhe kështu tani jam gati që të iki në shtëpi, do thjesht të jap makinës mbrapsh. Edhe nuk e di nëse do bëj në një supermarket haul ose jo, sepse nuk e di, është thjesht, më duket thjesht shumë e lodhshme që ta bëj atë. Kështu që të shikojmë. Po ti je me qef, do e bëj, nëse jo, nuk do e bëj, s'ka rëndësi. Kështu, do të shihemi sërish. Edhe gjithashtu, se pak harova në këtë video, duke qenë se sot do e mbyll vlogun, do doja shumë që të përshëndesja zonjën Entela nga Malishi, që vajza ose djali i saj nuk e di, më kishin shkruar dhe më thoshin që mami i ndjek gjithmonë videot e tua, të ka shumë qejf, të përqafon fort, edhe unë të përqafoj shumë fort, shumë faleminderit që i shikon videot e mia, ju jeni motivim për mua edhe më bëhet shumë qefi kur dëgjoj që vajza zonja nga qyteti im i lindjes i shikojnë videot e mia edhe ju pëlqejnë për më tepër. Edhe duke qenë se jemi këtu tek përshëndetjet, gjithashtu doja të përshëndesja të gjitha vajzat që nuk lën video pa më komentuar. Më falni shumë nëse haroj në një, duke filluar nga Majlinda, Mariana, Erisa, Irma, zonja Diana, edhe shumë të tjera që më shkruajnë si në Instagramin tim, ashtu edhe në videot e YouTube-it, Emel edhe Pamela Lufta, janë të gjitha vajza që nuk e di, kemi krijuar një komunitet këtu të vogël, por shumë të bukur. Se për pak harova, doja të përshëndesja edhe zonjën Olga, që nuk lë video pa më komentuar. Ajo jeton në Greqi, në Mosgapoj, Valbona Kola, edhe shumë vajza të tjera. Mos u mërzisni nëse nuk ja u kam përmendur emrin, sepse me të vërtetë që jeni shumë, edhe njerëz jemi, nuk i mbaj mend dot të gjitha. Plus që në këtë moment jam duke filmuar edhe kam shumë emocione, sepse jam shumë e lumtur që nëpërmjet kanalit YouTube-it kam njohur vajza dhe zonja shumë të mira që nuk ngurojnë që në çdo video apo në Instagram të thonë një fjalë të ngrohtë. Sinqerisht ju jeni frymëzim për mua, jemi motivim, ju kam të gjithave në zemër. Ju falenderoj shumë. Sa për edhe në shtëpi edhe tani do ju bëj një haul të shkurtër, i kam vendosur gjitha gjërat këtu mbi tavolinë, se nuk do t'ja tregoj një për një, po këto që 20 ora.
Kemi chicken broth, marinara sauce, domate, këto chocolate bars, makarona, mol, pita bread, krip, kafe, vaj, lule, portokale, avokado, ullin, mustard. Pastaj këtu kemi banane, kose për fëmijët, buk, kastraveca, kemi ground beef, salcice për mëngjes, peshk, hash brown, buk, pije, qumësht, karrota, edhe paka shumë këto janë. Tani do vendosem për vende edhe kështu. Edhe këtu, me këtë pamje kaq të bukur, me këtë lulkat kështu me dritën e diellit që bie këtu në kuzhinën time, do të që ta mbyllja këtë video. Do ju falenderoj shumë të gjithave për gjithë mbështetjen, për të gjitha komentet që më keni bërë në videon e fundit, por jo vetëm. Edhe shumë faleminderit. Bëni, nëse ju pëlqeu kjo video dhe keni arritur deri në fund, bëni një subscribe, like, comment, share, çfarë të dëshironi ju dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Paqim!